AKP-ja kemi thënë që do të shuhet dhe AKP-ja do të shuhet. U premtua se AKP-ja do të shuhej, por kjo nuk ndodhi kurrë. Përkundrazi, prona shtetërore vazhdoi të shitej, madje edhe të familjarët e njerëzve në pushtet. Hysni Ramadani, babai ish deputetit të vetëvendosjes Valon Ramadanit, së bashku me Shaban Aliun, biznesmenit që ka përfituar disa tender nga qeveria Kurti, blej një parcel në Ferizaj me sipërfaqe prej 2524 metra shkatror. Prona kaloi në pronësinë e tyre përmes shitjes direkte, pra pa u nënshtruar fare konkurrencës publike. Kur Agjencia Kosovare e Privatizimit publikoi dokumentacionin për këtë transakcion, emrat e blerësve nuk u bën publik. E po ashtu, fillimisht nuk u tregua shumë për cilin ishte shitur prona shtetërore të drejtarit e kompanisë nderimi SHPK. Tek më vonë, përmes një reagimi zyrtar u bë e ditur se prona ishte shitur për 302.880 euro ose çmimi prej 120 euro për metër katror. Sipas AKP-s, kjo shitje nuk ishte në kundërshtim me procedurat ligjore. Agjencia tha se prona nuk mund të shitej përmes tenderit publik, pasi sipas tyre ishte rrethuar nga prona private të privatizuara më herët dhe tashmë të integruara brenda një kompleksi privat banimi.